Sot rreth orës 7:50 patrulla policore ka reaguar ndaj një ankese në lagjën Dardania në Prizren, në afërsi të qendrës kompetencës, bën të ditur zëdhënësi i drejtorisë rajonale të policisë në Prizren, Shaqir Bytyqi. Ju ftoj në vazhdim të ndiqni deklaratën e zëdhënësit të policisë. Me datën 18 dhjetor, rreth orës 7:50, patrulla policore ka reaguar ndaj një ankese që bën në lagjën Dardania në Prizren, në afërsi të gjimnazit të kompetencës që gjendet atë lagje. Në vendngjarje policia ka marrë informacione se një dyshuar mashkull, 16 vjet, pas një fjalose ka goditur me mjet të preth thik viktimën, gjithashtu mashkull 15 vjeçar, edhe me këtë rast ka shkaktuar lëndime të rënda trupore. Viktima në dërguar me njëherë për trajtim në Spitalin Rajonal të Prizrenit, dhe ndërsa në konsultim me prokuror është cilësuar si vrasje në mbetur në tentativë. E dyshuari i mitur është intervistuar në praninë të prindërve dhe të avokatit të mbrojtës dhe është ndaluar për 48 orë me urdhër të prokurorit të shtetit. Rasti është duke proceduar dhe është në hetimin e njësinë rajonale të hetimeve në Prizren. Lëndori ka pasur lëndime të rënda trupore dhe gjendet në trajtim në Spitalin Rajonal të Prizrenit.